siç e shpjegova, zemra është një organ I cili funksionon me gjak, por oksigjeni lidhet vetëm me gjakun për të qarkulluar nëpër gjithë organizmin tonë dhe për të oksigjenuar gjithë strukturat e tjera. Kjo është mënyra se si funksionon I gjithë procesi. Pra, ne thithim oksigjen, oksigjeni në mushkëri ne thithim ajër, aty ndahet çdo gjë dhe oksigjeni si oksigjen, pra ajri I pastër që ne quajmë, lidhet nëpërmjet gjakut, nëpërmjet strukturave të ndryshme dhe qarkullon nëpërmjet zemrës duke oksigjenuar dhe mbushur me gjak të gjitha strukturat e tjera dhe të gjitha organet e tjera. Në momentin që ne kemi një person që ka pirë duhan për shumë kohë, gjëja e parë është që ne kemi më pak ajër dhe oksigjen që na futet brenda për shkak të këtyre ngushtimeve dhe problematikave që ne shpjeguam më tepër që vijnë realisht dhe thelbësisht lidhur me mushkërinë si organ, pra me sistemin e frymëthithjes dhe frymënxjerrjes në tërësi. Çfarë ndodh më tej? Është një problem I madh sepse përveç se këto përbërësit e duhanit shkaktojnë tubat në cilët futet ajri dhe del dioksidi I karbonit, shkaktojnë edhe tubat në cilët qarkullon gjaku. Sepse këto përbërës përveç se krijojnë copëza të vogla, plagza të vogla në anash enëve të gjakut, pra I ngushtojnë enën e gjakut dhe bëjnë atë më të fortë, më të thyeshme. Nga ana tjetër, ato krijojnë plagza të ndryshme të cilët ose lëvizin nëpërmjet gjakut dhe ngjecin nëpër organe duke bllokuar funksionin e tyre, ose bllokojnë arteriet kryesore, pra enët kryesore të gjakut dhe bëjnë gjakun shumë më të vështirë për qarkulluar dhe duke ulur edhe nivelin e gjakut dhe nivelin e oksigjenit që shkon në të gjitha organet. Së dyti, zemra lodhet shumë në një vend ku është e vështirë që të lëvizë, sepse normalisht në momentin që ne kemi zvoglim të diametrit të arterieve, për shkak të këtyre pllaksave që krijohen rreth e qark arterieve që vijnë nga duhani, në momentin që zemra duhet të pompojë gjak, pra duhet të bëjë një pompën dhe duhet të çojë gjak nëpër organe, ajo e gjen shumë të vështirë këtë gjë dhe normalisht tenton që ta bëjmë më shpejt për të arritur nivelin e caktuar që I kërkohet nga secili nga organet për të shkuar atje. Në këtë moment, çfarë ndodh është që zemra me pompën e fortë që bën dhe me shpejtësinë që bën, së pari rrit rrahjet e zemrës, së dyti rrit tensionin. Atë që ne quajmë tension ose presioni I gjakut. Në momentin që rritet tensioni dhe presioni I gjakut, dëmtimet që shkaktohen më tej janë të mëdha, sepse normalisht një zemër e lodhur është një zemër e cila ka nevojë për ndihmë. Dhe kur ka nevojë për ndihmë, ne nuk mund ta ndihmojmë më sepse I kemi shkatëruar edhe enët e gjakut, edhe enët ku kalon ajri. Kështu që ky është një problem I madh. Së dyti, problemi kryesor që vjen pas të gjithë problemeve të zemrës si organ, është problemi I organeve rreth rrotull. Mos harrojmë që gjitha organet funksionojnë me oksigjen dhe gjak. Në momentin që shkon më pak oksigjen dhe gjak, ne shikojmë që organet fillojnë dhe ulin në ritmin dhe nivelin e tyre, kështu që është një shkatrim tërësor. Dhe truri është ai që mund të bëj blok total, të menjëhershëm, atë që ne quajmë stroke në nivelin e gjuhës mjekësore, por në nivelin e thjesht është për të kuptuar që truri stopon së punuar sepse nuk mbushet më me oksigjenin e duhur, sepse nuk I shkon ky oksigjen nga këto ndryshimet që kanë ndodhur nga duhanpirja, dhe ky shkatrim ose ky bllokim bën që neve të kemi zona të cilat nuk oksigjenohen, dhe zonat të cilat nuk oksigjenohen bëjnë infarkte, dhe zonat që bëjnë infarkte janë në tru ose në zemër, janë zona që nuk punojnë më. Pra, ne kemi një humbje të funksionit të këtyre organeve themelore për shkak të duhanpirjes. Prandaj thirrja është shumë e madhe. Thirrja për të mos pirë më cigare ose për të ulur nivelin e duhanpirjes, për të edukuar sa më shumë popullatën është shumë e madhe sepse dëmtimin që ne nuk e shohim në fakt sot dhe pacientët shpeshherë nuk lidhen me dëmtimin sepse nuk e shikojnë sot për sot, është një dëmtim afatgjat, por është një dëmtim që duhet edukuar për të kuptuar së pari, pastaj për të pranuar për të bërë një ndryshim. Dhe duke marrë parasysh edhe cilësinë e ajrit që ne thithim që e përmendëm më herët. Nivelin e urbanizimit që ka kaluar për momentin niveli i urbanizimit është vërtet shumë I lartë, jo vetëm në Shqipëri. Shqipëria ka më shumë, po është një diskutim shumë I madh për momentin. Të gjitha dëmtimet që po ndodhin janë gjithashtu ne I shohim në ndryshimet klimatike, ne I shohim në ndryshimet e mëdha që po ndodhin në nivel të gjitha problematikave që ne kemi në klimë, por jo vetëm, sepse ne nuk duhet harrojmë asnjëherë që ne atë ajër e thithim.
Kështu që këtë ajo që thithim dhe që nuk mund ta evitojmë dot, sepse ne mund të bëjmë ndryshime të vogla për ta mbajtur në këtë nivel, por ne nuk mund ta ndryshojmë urbanizimin. Bota po shkon shumë shpejt drejt urbanizimit, fabrikimet dhe të gjitha proceset e ndryshme të industrializimit që kanë ndodhur deri më sot e tutje po përpiqet që të kthehemi sa më shumë tek pjesa e të gjelbrës, tek parqet edhe tek mënyra se si ta kontrollojmë ekosistemin në tërësi, por është një proces i vështirë. Kështu që një gjë që ne nuk mund ta evitojmë është ta thithim ajrin e një qyteti të urbanizuar, se jo të gjithë kemi shansin që të shkojmë në për zona të cilat janë më pak të urbanizuara dhe fatkeqësisht punërat dhe jeta aktive është më e lidhur me qytetet e mëdha. Kështu që kjo është një gjë që nuk mund ta evitojmë. Të paktën të bëjmë atë që kemi në dorë për të ulur nivelin e atyre ingredientëve që ne mund të mos të zgjedhim me zgjedhje të lirë të mos i pikim.